shërbimi deputetëve, konstatoj se në sallë jemi 99 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me seancën konstruktive. Vazhdojmë te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Me 21 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozime, andaj ftoj deputetët që të deklarohen me ngritje dore kush është për themelimin e këtij komisioni, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Për sot seanca ndërpritet. Shihemi me 25/6/2025 në ora 11. Dështon edhe hera e 36. Si që përmend edhe në këtë studio, prapë marë parasysh qëndrimit e subjekteve politike, gjithçka e pritshme. Po, absolutisht. Po, se ne i tham, indikator të cilët ne i analizum, nuk ka lëvizje, nuk ka ndryshim pozicioni dhe nuk ka bashkëpunim për të renduar diçka, për të drejtuar çështjen e kuvendit, që për të rizgjedhur kryetarin apo kryetarin kushdo që mund të bëhet. Dhe kjo po na bjetë një rezultat